miq, dita e sotme është mjaft e ngjeshur me zhvillime politike dhe jo vetëm, sytë janë drejtuar drejt parlamentit, aty ku brenda vazhdon diskutimi për mandatin e Belinda Ballukut, nëse do jepet autorizimi i SPAK-ut për arrestimin e saj apo jo, dhe jashtë Partia Demokratike ka thirrur një protestë, por cilit janë skenarët dhe çfarë do ndodh atje? Sot kam kënaqësinë që të zhvilloj një bisedë me zotin Frok Çupi, gazetar dhe analist. Zoti Çupi, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Faleminderit juve. Zoti Çupi, mendoni që do të kemi surpriza në këtë seancë sotme apo pastaj do vazhdoj të jetë e fortë duke qenë se edhe votimi është i hapur dhe nuk do të ketë një ndryshim qëndrimi? Po flasim për në brenda pyetjes tuaj ka të paktën dy pyetje. A mund të ketë surpriza? S'ka surprizë. Dihet pozicionet e secilës palë. Dihet dhe pozicioni i SPAK-ut, po të ishim vite të shkuara, sigurisht që do kishim surpriza se nuk do ta mendonim që SPAK-u do të qëndronte, do të mbante anën e Partisë Demokratike ose të një partie tjetër, po tani e dim. Surprizat më të ishme nuk ka. Dëgjuam atë raportin e Partisë Demokratike. Për mua nuk ishte, surpriza e vetme ishte se kishte teprime të pafundme në gjërat që thuan, kishte cinizëm, e konsideronin, e merrnin në përgojë Bizonjen Ballukut si që nuk është narkomane, që nuk është e çmendur, që nuk është, domethënë kur i thuat tjetrit nuk je i çmendur, do thotë i ke thënë, që je, i thanë që nuk je shtatzën, i thanë që nuk je 90 vjeç. Domethënë bullizime të tilla u manifestuan, nuk mund të ketë më keq se kaq. Kjo është pjesa e parë asaj çfarë pyesni ju nëse ka surpriza. Pjesa tjetër pastaj se e votimit me siguri ajo që çfarë u kërkua dhe nga pala e PD-s, ashtu siç është edhe në rregulloren e parlamentit me sa diun, do votohet me votim të hapur. Dhe votimi i hapur padyshim që është përcaktuar për këtë rast për të kuptuar se ne bëjmë një demokraci si gjithë bota, nuk bëjmë një demokraci ala shqiptare. Është për kjo gjë, si edhe imuniteti janë përcaktuar si domosdoshmëri për të ruajtur demokracinë. Edhe imuniteti dhe vota e hapur në këto raste është e tillë që të mund të kuptoj kush secili se kush është, çfarë është qëndrimi i dikujt në parlament. Kjo është çështja e dytë. Surpriza pastaj të Molotovëve dhe të fshekëzarëve dhe të luftës së armatosur, e nuk besoj të ketë për shkak se është ditë dhe gjatë ditës këta nuk sulmojnë. Këta sulmojnë gjatë natës dhe kësaj radhe kanë vendosur të mos e bëjnë natën këtë gjë, kanë vendosur ta bëjnë në sy të gjithëve. Ky është problemi, po mbi të gjitha qëndron fakti se kemi të bëjmë me një padyshim me një të drejtë të opozitës, padyshim me një qëndrim që duhet ta mbaj, por në parlament. E drejta gjendet në parlament, politika bëhet në parlament. Në kohën kur shfaqesh me turma jashtë parlamentit dhe lufton me turma jashtë parlamentit, ashtu si kur lufton me turma jashtë gjykatës, jashtë prokurorisë, do të thotë se ti e di mirë që nuk ke drejtë dhe prandaj ushtron forcë, ushtron dhunë për të marrë një pikë të së drejtës. Besoj se shteti ynë ka përsyer këtë lloj frike, domethënë nuk mposhtet nga shantazhe të tilla. Shantazhe të tilla kur bëhen nga deputet, mendoni se sa keq bëhen pastaj në fshatra, në qytete të tjera, ku kërkojnë të padrejta. Megjithatë jemi në demokraci dhe jemi në një situatë që kështu zhvillohet demokracia në Shqipëri dhe presim fundin e kësaj mbledhjes dhe asgjë. Nga Partia Socialiste deri tani se ndoshta normalisht votimi është pak më vonë, po ka lajme që kanë qarkulluar që Xhafaj dhe Spiro Pali ende mungojnë, ndërkohë që Spiro Pali ka munguar dhe mbledhjen e grupit. Ndërkohë që nga opozita këto interpretohen edhe si shenjat e para të çarjes brenda PS-s, shpresa e tyre. Po, fakti që mungojnë, le të japim Cezarit, atë çfarë i takon Cezarit.
fakti që mungojnë një ditë si kjo ka një domethënie. Nuk mund ta neglizhojmë, nuk mund të themi se 2 deputetët janë të shkëlqyer, po kanë shkuar në luftë në Iran. Në Iran nuk janë. As në menasën nuk janë. Duhet ishin në parlament. Sigurisht duhet ishin në parlament se s'bën. Kjo sigurisht mund mos jetë qarje, por që është një dalje nga rreshti, politika është rreshtim. Dhe që është një dalje nga politikat e Partisë Socialiste është e sigurt, por jemi mësuar dhe shpesh herë të vjen keq kur një i përkëdhelur, njëri me post, njëri mik, në kohën kur nuk i plotson interesat, në kohën kur nuk i jep post e ministri, në kohën kur nuk i jep tendera, në kohën kur nuk e përkëdhel, ai të kthehet menjëherë si armik. Kjo dëshmon për karakteret e dobta dhe për formimin e keq politik të tyre. Ne na duhet të kalojmë shumë kohë për të arritur tek jo vetëm për socialistë, them për gjithë politikën, për të arritur tek interesat e publikut, për të arritur tek koncepti politik. Koncepti politik nuk është teori. Koncepti politik do të thotë që ke hyrë atje për të sakrifikuar dhe jo për të fituar, ke hyrë atje për të maturuar dhe jo për të bërë idiot. Ke hyrë atje për të kulturuar, ke hyrë atje për të ndihmuar me votën tënde të drejtë dhe për ta matur votën shumë. Ky është problemi. Unë për të kthyer tek pyetja juaj se i jap të drejtë opozitës në kuptimin nuk i jap të drejtë të thotë gjithçka, por që ta verë re këtë fakt, padyshim verëm edhe ne. Mendoni që kjo do fillohet me tej, sepse edhe fakti që sot, ndoshta jo pa qëllim, socialistët e njoftuan, sigurisht me dijenin e kryeministrit, që Elisa Spiropali do jetë tashmë në grupin e miqësisë Shqipëri-Gjermani. Pra, këtu jo më kot ndoshta është futur tek grupi me Gjermaninë, pasi interpretimet media ishin që ndoshta shkaktimi i saj lidhet edhe me atë temin anglisht, grupi anglisht folës, pas vizitës ministrit gjerman që erdhi në Tiranë pak muaj më parë, pra plus hetimet nga Gjermania që po ashtu në media flitet për një presion gjerman në SPAK, porti i Durrësit e tjera, pra na lidhin shumë gjëra, duket se Gjermania ka qenë dominante këto kohë. Mos ndoshta është edhe kjo e qëllimshme që është vendosur atje me një mesazh, ashtu sikur Spiropali ja dha Ramës në seancën e kaluar që çudi që ti dinte Berisha shkartimin tim. Zoti Balla, të shmoj për pyetjet që më bën dhe për mënyrën se si i keni perceptuar, i keni vënë në vigjer ato çfarë thuhet në media. Por kthehemi tek një realitet i cili është thuajse 100% tjetër gjë. Dhe tek një parim i cili nuk mund preket as nga Gjermania, as nga Hollanda, as nga Italia, as nga Franca. Bashkimi Evropian në tërësinë e vet dhe sidomos Gjermania, Italia, Franca, në sfundi dhe vet Hollanda, janë, si thua, më lejo të them fjalën, partizanët më të flaktë të Shqipërisë për të hyrë në Bashkimin Evropian. Domethënë ne kanë në Bashkimin Evropian po thuhet fjalë për fjalë se demokracia në Ballkan, edhe në Shqipëri, duhet monitoruar, por realisht Shqipëria i ka plotësuar kushtet për të hyrë në Bashkimin Evropian. E para, e dyta, ne shikoni çfarë situatash është kontinenti. Dhe çfarë situatash jemi të gjithë. Situatat janë të papritura, situatat mund të agravohen, situatat mund të vinë në një sens që po ndryshon bota. Lufta në Iran nuk është një luftë e thjeshtë, lufta në Iran në linjën e mesme është ndryshimi i botës. Dhe jemi në këto situata. Kujt mund t'i interesojë në shtetin gjerman, në politikën gjermane, në politikën evropiane që bëjnë shantazhe të vogla alias Spiropali. Askujt. Me siguri Spiropali është caktuar atje në një grup, nuk besoj të ketë prapasënie, nuk besoj të ketë prapamendime. Njeriu më i fuqishëm në Bashkimin Evropian është Edi Rama dhe nuk është as Spiropali as kush prej këtyre. Kështu që këto janë, si thua, erza, ose si me thënë miradina, si thon populli,
në një pjatë ku serviret politika. Janë gjërat të lezetshme, sigurisht janë kripa. Por nuk janë realiteti, është një tjetër gjë. Kujt po i intereson, ju lutem shumë, kujt po i intereson Sfiropali, ju lutem. Sfiropali na intereson ne gazetarëve si një tip, madje po të shkruanim libra, do na intereson të më shumë si karakter. Një karakter i vogël, një karakter i ardhur nga zero, asgjëja që e bëri Skënderbeu, pastaj kjo i tha vetes ose ja thanë të tjerë emrin e motrës së Skënderbeut, kjo pastaj vazhdoi me Skënderbeu, nuk u mbajt dot me Skënderbeu dhe nuk i dha gjë detyrës së saj, domethënë misionit të saj si ministre e jashtme. Zoti Çupi, ju listuat pak më lart disa vende të Bashkimit Evropian me të drejtë, si Franca, Gjermania, Hollanda, Italia, por nuk e kuptoj pse ky interes i shtuar i Britanisë, e cila edhe nuk është doli nga Bashkimi Evropian, që edhe sot reagoi për atë që ju tha që imuniteti është mbrojtje e demokracisë, Britania tha që nuk duhet pengoj hetimet. Pra në mënyrë indirekte ose direkte heqin imunitetin. Jo, imuniteti kam parasysh qëndrimin. Kam parasysh qëndrimin e Britanisë, por nëse ne kemi imunitet, jo ne, por gjithë bota ka imunitet parlamentar, e ka nga Britania. Imuniteti parlamentar është një nga shpiket më të mëdha të demokracisë post Athinë. Për arsye se imuniteti mbron sovranitetin, mbron të drejtën, mbron guximin, mbron të drejtën e fjalës, drejtën e konstatimit. Në fundin mbron fizikisht edhe një njeri, se ne nuk themi se nuk mund të mendojmë se SPAK, që është këtu tek ne SPAK për turp që quhet SPAK, por një prokurori të caktuar nuk mund ta marrim si shejtore. Prokuroria është prokurori, persecutor është, nuk është një gjë që dhe fare mirë mund ta cënoj deputetin, i ka cënuar, mund ta agresoj, mund ta shantazhoj, mund ta burgos, mund ta lidh. Dhe para këtyre rreziqeve ka lindur imuniteti dhe ka lindur pikërisht në Britaninë e Madhe. Ka lindur jo si rrezik vetëm ndaj prokurorit, çfarë do ishte shumë herë më e thjeshtë, por ka lindur si rrezik ndaj mbretit. Mbreti rrezikonte deputetit dhe mendoi se mund t'i rrezikojë. Dhe prandaj imuniteti, nëse heq imunitetin e deputetëve, do thotë ke goditur shumë rënd demokracinë. Do të thotë që i ke hequr palcën parlamentit, do të thotë që i ke hequr honorin parlamentit, do të thotë që e ke bërë deputetin, e ke bërë njësoj si njeriu i rrugës. Dhe këto janë të rënda për një demokraci. Ne kemi problem shumë të madh sepse kemi shumë shtres të ulët nën mesatare. Dhe shtresat e ulta zakonisht duan linçim, nuk duan të drejtë, nuk duan të vërtetën. Linçimin e kanë ushqim. Ju e shikoni sa gëzohen njerëzit kur mendojnë se dikush po dënohet, dikush po burgoset. Është shumë e rëndë. Po ju them një gjë, mbarëm më isha në një studio me disa kolegë, një prej tyre ishte i lumtur që SPAK-u të dënoj sa më shumë, që të rrisë shumë numrin e viteve në burg. SPAK-u duhet të shkojë 100 vjet, thoshte, në burg. Njerëz që gëzohen shumë të tillë, janë dinjçues dhe janë nën mesatar në shoqëri. Dhe ne kemi plot nën mesatarizmin. E prandaj aq më shumë që këtu na duhet të rritet autoriteti i shtetit, që shkon drejt e autoriteti i deputetit. Dhe nëse ka imunitet, nuk i shpëton ligjit, nuk i shpëton hetimit, nuk i shpëton... Dhe Britania për këtë thashtë, më falni që po vi tek ju prapë. Britania thot që të mos ndërpriten hetimet, po absolutisht nuk ky vendimi i majorancës socialiste për Belina Ballukun është pikërisht për të ndihmuar për ta lënë të lirë hetimin. Hetimi bëhet edhe kryeministit, edhe mbretit, edhe deputetit, etj. Por vim tek politika e linçimit përsëri dhe një herë. Vim tek kjo politikë e llaftarshme që për fatkeq tek ne është e zhvilluar, jo vetëm në politikë, por edhe në qytetari është shumë e zhvilluar. Kemi një SPAK të tërë, një instrument të tmerrshëm ligjor, i cili me të drejtë pa të drejtë, po më shumë me të pa drejtë është sulur Belina Balluku dhe ose e do në burg, ose nuk e do, ose nuk do vetën. Është e tmerrshme. Domethënë të çojë SPAK-un në burg, të lërë ato një vit e dy,
Dhe ti je pafajshëm. Atëherë, kush t'i jep të 2 vjet? Nëse ata s'të japin asgjë, ata s'kan emra. Ata nuk dihet, nuk shkojnë në noteri që të thonë, mirë, unë si prokuror, nëse nuk më del gjë, po them një gjë, nëse nuk më del e vërtet kjo që kërkoj ta burgos filanin, unë do burgosën vetë. Kaq vite sa kam kërkuar. Asnjë se thotë këtë gjë. Asnjëri. Domethënë, s'ka se si ta thotë. Më falni se kjo është një lloj. Unë jam i ri, po më duket në vitet e para të 90-s ka pas penalizime për prokurorët nëse dështonin në 3 dosje rrallazi. Keni shumë të drejtë, kjo është e vërtet, keni shumë të drejtë. Në atë kohë kishte penalitete. Sot nuk ka, nuk i kontrollon njëri. Madje më lejoni të thani gjë, në kohën e komunizmit që ishte diktaturë, prokurorët bënin të zezat pafunde. Por me gjysma e burgut sfaqit thuaj se gjysma ishte mbushur me prokuror. Pse? Sepse e tepronin, sepse, më falni t'u them, nëse shikonin dikë me varse Floriri nëse mundi, ata do ta fusin në burg që t'i merrin varse. Nëse shikonin një grua të bukur, që ka fakte shembuj me dhjetra, edhe mund t'ju them në bisedën tonë private sa të doni. Nëse shikonin një grua të bukur, një vajzë të bukur në fshat, asa o do ta shtinin në dorë, o do ta fusin në burg. Kaq dramatike është prokurori. E prokurori nuk është drejtësia, ma prokurori nuk është e drejta, prokurori është, madje është dhe një jurist i nivelit të fundit. Dhe prokurorët e Sfakut nuk janë as magjistrat. Një pjesa më e madhe e tyre nuk janë magjistrat, vinë nga noter. Dhe arrim tek përfundimi që duhet të merremi vesh me njëri tjetrin, duhet të koordinojmë ligjet e demokracisë, ligjet e shtetit, ligjësitë pozitive për të kultivuar tek njeriu, për të kultivuar drejtësi tek njeriu, po nuk kultivove drejtësi tek njeriu, merre gjykata sa të duash. Dhe mbi të gjitha për të eliminuar egërsinë dhe linqimin që kanë njerëzit në mendje. Kur e ka këtë gjë institucioni më i ri i drejtësisë, kur do të linqoj njerëzit me ka drejt, s'ka të drejt, kjo është e tmerrshme pastaj. Këtu vjen. Zoti Çubi, nga gjitha kjo, çfarë parashikoni që të ndodhë, duke qenë se kërkesa sot dorëzohet e Sfakut për autorizimin? Parashikoni një hap tjetër, pra do ta vazhdoj këtë betejë? Nuk ka asnjë hap tjetër. Domethënë imuniteti është krejtësisht në dorë të me një dosje të re duke pretenduar se kanë prova të reja, pra me një kërkesë tjetër për arrest. Në të gjitha rrethanat është thënë, të paktën i rrin këtij parimi, ja me siguri do t'i qëndrojnë që sado çfarë dosjet që të ketë, le të bëhet hetimi, patjetër të bëhet hetimi, por brenda me imunitet e para. E dyta, ajo çfarë desha t'u them është imuniteti ekskluzivitet i parlamentit dhe ardhja në parlament e atij krye prokurorit të Sfakut. Domethënë tentativa e tyre patjetër për të hequr imunitetin, ardhja në komision e tjerë është krejtësisht ndaluar, është krejtësisht antidemokratike, është krejtësisht antiligjore. Të vijë prokurori dhe të kërkoj të drejtën me forcë ja është si një deputetët, si prokurorët e diktaturës. Kur të vinin se shikoni një grua të bukur dhe të vinin për ditë në mbledhje. Po të vinin për ditë në mbledhje në partisë, kupton? Domethënë kjo është e rëndë. Nuk ka punë në kuvend prokurori. Prokurori dërgoi një letër dhe thotë do t'ja hiqin atë mandatin apo jo. Nuk ja heqë dhe mbyll gojën. Nuk ka asnjë të drejtë të kërkojë parlamentit më shumë se një fjalë. Dhe kjo është problemi. Dhe problemi i dosjes është kjo na kujton pastaj inkvizicionin që krijon Sfak. Sfak krijon një inkvizicion të tmerrshëm, nëse nuk i dalin 10 imagjinata që ka për krimin dhe të tëra i rrëzohen, ngre një dosje tjetër, të paqencë. Ju shikoni Ilir Beqen. Ilir Beqja është në burg, ai se di fare, askush se di. Dhe më në fund të ndërtuan një dosje për krim të organizuar, për këtë grupime të organizuar, urzua dhe ajo, urzua dhe faturat, urzuan dhe ajo s'kishte punë me atë sterilizimin. Pse për Ilir Beqja atje? Rri sepse një prokuror s'ka që bën tani, ka futur atje, nuk gjen qelsat si ta nxjerr. Dhe jemi në një gjendje alarmante në raport me Sfakun, sidomos me Sfakun, edhe me gjykatën speciale, po sidomos me Sfakun, sepse është ndërtuar keq i dashur.
është ndërtuar spak mbi të gjithë. Do me thënë, prokuroria mbi gjykatën. Është të mërshme. Është ndërtuar në atë ligjin e tyre sa i kanë. Ndërkohë që gjithë themi, ne shkojnë në spak. Kush thotë për shkojnë në gjykatë? Sepse ashtu është ndërtuar. Do me thënë, unë për shkoj... Edhe në psikologji të ashtuar. Bravo. Edhe në psikologji, në ritëm, në veprim. Do me thënë, ky quhet për herë të parë, prokuroria quhet gjykata e prokurorisë speciale. Është të mërshme. Kudo në botë, dhe tek ne, deri më sot, është thënë, prokuroria pranë gjykatës së jurisdiksionit të parë, çfarë quhet. Ne kemi ndryshuar fjalorin, ne jemi deformuar tërësisht në këtë rast. Them si drejtësi dhe si një vërtet. Pra ju mendoni që ka ardhur ndoshta momenti për ta rishikuar, për ta shembur këtë konstrukt? Ndoshta nuk shembet, patjetër nuk duhet shembur, duhet me siguri ka ardhur koha për ta ripar. Për shembull, raportet midis prokurorisë dhe gjykatës duhen rishikuar kjo që po ju them unë. E para, dyta, duhet rishikuar raporti parlament institucionet, drejtësisë ata s'pranojnë asnjë raport mes tyre. E dyta. E treta, duhen ringjallur, duhen vënë pozitat e veta gjykata kushtetuese, sidomos gjykata e lartë. Jo shikoni gjykata e lartë me një veprim të vogël që rrëzoi qindra dosje të tyre, domethënë që i kishin gati të kafshonin njerëz. Është shumë e rëndë. Dhe ka ardhur koha, me siguri ka ardhur koha për të forcuar organet e qeverisë në drejtësi dhe për të ribërë, më lejoni të them, për të ribërë edhe një herë vetingun. Vetingun për arsye se ata janë pasuruar çat kohës janë atje në mënyra të ndryshme dhe kanë hyrë si të pasur dhe kanë hyrë si njerëz që kanë qenë më të shkaftë për të fshehur veprimet antiligjore sesa të pastra. Zoti Çupi, më lejo të pyesë për një çështje tjetër të portit Durrësit. Duket se janë pleksur shumë interesa aty. Tani po na bëjnë amerikanët nga grekët? Jo, nëse padyshim atje amerikanët kanë influencat e tyre. Jo vetëm amerikanët, po shteti më i fuqishëm i NATO-s. Shteti numër 1 i NATO-s dhe ai do jetë një akses një aset i rëndësishëm i vetë NATO-s. Ne kemi pranuar antarësimin në NATO. Dhe ne investimi më i madh që bëjmë për NATO është ai port. Sigurisht këtu Amerika janë interesat, jo shikoni, çfarë bëhet në Iran, çfarë bëhet në Kuwait, çfarë bëhet në Dubai, çfarë bëhet në Izrael. Mendoni sikur Amerika dhe NATO të mos kishin baza të forta në rajon, nesër mund të ndodhë në rajonin tonë. Kështu që ajo do jetë patjetër në vëzhgimin dhe patjetër në një lidhje të diplomatike, në një lidhje ekonomike, në një lidhje dhe politike me aleatët tanë, siç është dhe NATO, si është Shtetet Bashkuara të Amerikës. Por nuk ka lidhje me asnjëherë nuk ka pasur dhe nuk do ketë në lidhje në histori në veprime të tilla që konsiderohen që dikush në një shtet, Amerika në një shtet vepron për nevojat e një shteti tjetër në këto fusha. Dhe aq më tepër pastaj që dëgjojnë bashkë, që dëgjojnë se aty ishte përgatit një korrupsion i madh, aty ishte bërë. Nuk mundet. Dhe shkojnë prapë te drejtësia dhe Spaku ka një setime duket, sekuestroi pak javë më parë dosjen e tenderit. Po, ka shumë mirë që e përmend, është një katastrofë. Si mund të sekuestrosh një dosje që ende s'është praktikuar, nuk është paraqitur, është paraqitur dhe është kthyer, nuk ekziston. Dhe Spaku e bën këtë gjë me siguri i shtyr nga forcat të tjera dhe unë kam të drejtë të dyshoj se prapa Spakut qëndron Rusia ose Irani ose e tjerë dhe e shtyn që ky projekt mos realizohet. Ai njeriu që ajo kompania që do ta realizonte atë projekt padyshim që ka ikur, e thyer, e sakatuar nga Spaku, që i merr dosjet nëpër tavolinat e veta. Dhe në këtë rast kemi hyrë te një shtremrim krejtësisht i qartë i parimeve të drejtësisë, i deontologjisë së drejtësisë. Spak nuk kërkon
pafajësinë e tjetrit, po e kërkon patjetër të fajshëm. Sikurse e shikon nga larg e kërkon të fajshëm. Dhe ndërkohë heton një gjë që nuk ekziston e para se të filloj, paktën edhe mbasi të filloj zbatimi i projektit, nuk do të mund të bëjë një hetim. Hetimi bëhet në fazat caktore gjitha. Dhe çfarë është shumë e rëndësishme në këtë rast, është se SPAK kam përshtypjen se e bën me hile. Domethënë tenton të ngre stekën e zhurmave që unë po merrem me portin e madh, dhe ndërkohë ka dosje të gatshme si Janarin, Sali Berishën, Flamurnokën, këtë tipin që fliste sot në si quhet Bylik Bashi. Po ju thamë pak më lart që ka një sinkron, duket sikur janë sinkron SPAK-u me. Janë në sinkron, plotësojnë njëra tjetrën. SPAK-u, ta themi në gjuhë popullore, ndodhet në dorë Sali Berishës. Ndodhet në dorë të Sali Berishës, dhe kjo s'du të na çudis, Berisha është i korruptuar i madh, ka një pasuri në dorë, kam përshtypjen më shumë se gjysmën e Shqipërisë. Madje edhe atë tokën ku po ndërtohet porti është e bijës së Saliut dhe ati serbo-kroatit të famshëm, ati mafiozit për cilën Britania e Madhe e konsideroi Saliun kryetar të një organizate kriminale. E keni fjalën për ata që morin në mbledhjen e qeverisë? Pikërisht. Zoti Çupi, unë të falenderoj shumë për bisedën. Fazliq, si quhet? Damir Fazliq, në mos gaboj, po më është fiksuar imazhi ati në mbledhjen e qeverisë. Po ajo është kulmi i shfaqjes publike. Unë të falenderoj shumë për bisedën, zoti Çupi. Jam mirënjohës shumë për kohën e për analizën, për mendimet tuaja për këtë çështje. Faleminderit, dashuroj gjithë të mira, të pasi ditë të bukur.